Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në episodin e radhës në Vibe. Kam kënaqësinë t'ju prezantoj të ftuarin e parë ish banor të Ferma VIP, Ervin Kapaj. Mirë se erdhe Ervin Kapaj. Mirë se u gjeve. Falenderoj që pranove të jesh pjesë e Vibe-it. Faleminderit juve. Para 3 ditësh ka qenë finalja e Ferma VIP. Po. Si e përjetove, si e prite? Po mirë, ishte e veçantë, prite kush do fitonte. Kush? Ai që fitoi. Mu pëlqefi që miku im Bujaka shkoi në finale. Dhe këndshëm ishte, sado që kishte pak vibrim, xhelozira, po. Xhelozira nga ana kujt? Po tani të gjithë duan të fitojnë. Ti ke qenë mbështetës i Mozës? Po. Dua të di cilat ishin emocionet e para kur u shpall fituesja. Kush unë? Po s'kisha emocione se nuk është. Jo, atmosfera nga të gjithë, se Moza u duk sikur s'përjetoi ndonjë emocion. Po ndoshta ajo e priste fitoren dhe nuk kishte çat të festonte, ishte para përgatitur për atë finale. Kështu që ajo dinte, ndjente dhe e meritonte. Ke pasur takim me Mozën pas finales? Po u takuam te Prajmi. Që bëm brava, u takuam te festa. Europa dhe mu bë shumë qef. A mendon se marrëdhënia juaj do të zgjasë tani pas Fermës? Mendoj se po, sepse është një person me botë, i njeh njerëzit që ka patur afër, ata që kanë vlera dhe unë pi pjesë tek ata, mendoj që po. Edhe mua më pëlqen mindseti që ka ajo dhe botë kuptimi që ka, kështu që pse mos ta kesh një Moza në jetën tënde. Pse mendon se publiku lidh kaq shumë me Mozën? Për atë që ajo transmetoi, për thjeshtësinë, për mesazhet, për thellësinë, sepse jemi lodhur duke parë gjithmonë personazhe bullizuese, ofenduese, kurse ajo perceptoi diçka ndryshe. Me që the jemi lodhur. Diçka të prekshme nga njerëzit dhe biseda, koncepte të bukura, reale dhe të thella. Me që the jemi lodhur nga personazhe që bullizojnë. Cili ka qenë ai personazh që ka bullizuar më shumë në Ferma VIP? E kush mund të jetë tjetër? Nuk e di. Përveç Ilirit. Ke marrëdhënie me Ilirin ti? Kam patur, ka qenë pjesë e shoqërisë time, me miku im, po tani nuk është më. S'ka si të jetë më, sepse sado që jemi në lojë, kur ke një miqësi, njeriu do bëj lojën, po para do të harrojë edhe miqësinë. Ose të mund thotë që në fillim që ne jemi në lojë, nuk njihemi, ti në lojën tënde, në lojën time dhe nuk ka pse të thotë aty brenda në lojë që të kam mik, të kam zemër, ne jemi miq që nga jashtë dhe pastaj të çon në nominim. Kalojmë pak tek ti. Pse mendon se dola aq shpejt nga Ferma? Po se di asum se dola, sepse u përpoqja dhe kisha bërë shumë dinamika, shumë lojë, u mundova shumë. Po tani ndoshta është me fat ndonjëherë, nuk mjafton vetëm ajo loja që bën. U zgënjeva? Po, nuk u zgënjeva, mendoj se dola fikse, po ndoshta po të kisha nditur më shumë. Në momentin e parë po, është pak zgënjës, por trupi im ndjente që duhet dilte që aty. Se ne kemi ndjesitë që përdorim mendjen, përdorim atë ndjesi që na jep trupi. Po sepse do dilja nga vetja dhe për atë që unë kam ndërtuar në jetë, për punën, për familjen që përfaqësoj, nuk është e mirë që të dalësh nga vetja dhe të jap ato antivlera që mund të japësh në momente dobësie. Dhe unë gjithmonë kam dashur që të përfaqësoj njerëzit që më rrethojnë dhe bashkëpunëtorët e mi që punojnë në një lloj mënyre që të jenë krenar për mua, jo të thonë me kë punojmë ose çfarë babi kemi ose prindërit e mi të i zgënjeja. Unë ai jam dhe jashtë lojës edhe në lojë, kështu që jam krenar për atë që kam bërë dhe mund të rish dhe 2 muaj, mund të rish dhe 2 javë, po varet sa thellë shkon. Kështu që më pak se ndeta mendoj që ishte shumë mirë për mua. Cili ka qenë momenti më i vështirë aty brenda? Momenti më i vështirë është kur vendosa të futesha, sepse ishte domethënë asnjë ditë kohë që unë e mora vendimin një ditë para. Dhe ditët e para sepse ishte një lojë që ishte krijuar dhe kupton kur loja ka filluar është shumë e vështirë për njëri që të fillojë të kap dinamikat, të krijojë aleanca, të përshtatet, të njohë mentalitetet, të krijojë një strategji. Dhe pikërisht kjo nuk pata kohë që ta krijoja këtë strategji dhe sapo njihja personat e tjerë, personazhet aty mori ta të pjesën. Cili ishte personi që ta mbushi mendjen që të futesh në Ferma VIP?
Ermal Mamaçi. Është miku im, familjar i ngushtë, dhe ai më tha ti mund ta bësh këtë. I thash po jam në punë, kam punët e mia. Pse mos ta provosh eksperiencë dhe e provova. Cili ishte qëllimi yt i parë kur vendose të futesh? Nuk u futa për të fituar, u futa duhet të testoja veten time. Se secili nga një mendon se e njeh veten dhe po duhet ta testosh, shikosh dhe ajo është një forcë psikologjike, qetësie, vlerësimi dhe një lloj qasje që ti ke kundrejt tjerëve. Edhe kjo ishte ajo aftësia që tregon që je pjekur mjaftueshëm që ta njohësh veten e ti në një nivel me të tjerët. Dhe kjo ishte ajo, duhet të shikoj veten në një ambient të filluar nga zero, ku s'të njeh as njëri, sepse ti këtu për shembull ose unë jemi me një femi, kemi një reputacion, një femi sikurse atje janë të gjithë barabartë dhe kjo është e bukur. E njofte veten? Po e njofa veten dhe dola me një jam krenar për veten time. Jam shumë krenar dhe kur merr një vlerësim nga njerëzit e jashtëm, nga ata që të rrethojnë, ajo që të bën krenar, se mund thuash sa duash, jam i mirë, si mua s'ka, po kjo kalon në nivele tjera, kurse kur vlerësoj njerëzit, ajo është e bukur. Edhe unë të kam vlerësuar shumë për qetësinë dhe kulturën që ke treguar aty brenda. Falenderoj shumë, dhe ajo është pjesa më e bukur dhe ndonjëherë them pse s'neta pak më shumë për të gjithë ata njerëz që më kanë ndaluar, më kanë shkruar që të jepi atë mesazh cilësie, sepse gjithmonë ne nga jugu njihemi për kokë nxehtë ose pak arrogant, por ata që ka dhe kështu, ka dhe është mirë. Mjafton që ti e ke njoft veten, edhe besoj ke marrë mësim. Po mësim ke marrë shumë në jetë, po aty ishte një rikonfirmim i asaj që mësim kemi marrë shumë në jetë. Po shumë mësim ke marrë në jetë. Na thuaj disa mësime që ke marrë në jetë. Po unë kam patur pak dinamike jetën sepse kam ikur në Itali, domethënë nga Shqipëria kam bërë shkollën atje. Pastaj ndrova përsëri një qytet tjetër, fillova masterin, punova, u formova dhe nga atje u shpërngula erdha në Shqipëri, në Tiranë dhe fillova përsëri nga zero. Dhe këto janë pak të lodhshme, janë pak duan sakrifica të mëdha që të arrish të ndërtosh jetën gjithmonë nga zero. Me që folën për mësimet, dua të prek pak zhgënjimet. Sa herë je zhgënjur në jetë? Po jemi zhgënjur, po ajo që më bën mua që nuk i mendoj më që i kam falur. Dhe këto zhgënjime, nëse ti i pranon dhe i fal veten dhe më shumë veten e ke sfidën që mos qetëson shpirtin tënd. Po, që këto mos të gërvishin, sepse kjo është kur ke zhgënjime, ato do të turbullojnë. Nëse ti i pranon dhe thua ky është një mësim, ta lëm të ikim dhe ta marrësh me qetësi, aty është më e bukur. Cili është zhgënjimi më i madh që ke marrë në jetë? Po nuk se kam marrë ndonjëherë zgënjime nga ana profesionale ose nga ato sakrifica që një ka vënë qëllim. Ndoshta nga ana emocionale kam marrë zgënjime dhe ato më kanë mësuar që mos të gaboj. Zgënjimet emocionale, ato të zemrës, ato janë të zgënjim shumë. Çfarë mësova? Mësova që njeriu kur ka diçka, këto red flag ose këto sinjale që të vinë që të bezdisin, duhet ti stopoj, të reflektoj dhe thotë, a bën për mua kjo gjë, a duhet ecë si para unë, sepse sa më e thellë është ajo rruga që ti bën, sa më e gjatë është, aq më i vështirë do të kthehemi. Kështu që dhe ti po je në një rrugtim të tillë, duhet ta mendosh mirë dhe ta stoposh. Nëse nuk është e duhur, mos të bësh më shumë gjatë. Kjo ishte një këshill shumë e mirë dhe e vlefshme për mua. Sidomos nga ty që pas ke eksperiencë nga zhgënjimi. Po gjithë kemi eksperiencë, po duhet të mësojmë nga eksperienca. Edhe kur shkojmë bëjmë një master ose një diçka dhe ai docenti aty eksperiencën e tij ndan me ty. Dhe ai eksperiencë është e vlefshme dhe ne e marrim të gatshme. Ti ke 2 fëmijë. Po është krijesat më të bukura që kam në jetë dhe ata që më përmbushin mua. Ka më bukur? Çfarë u thua fëmijëve tuaj çdo ditë? Unë nuk u them, thjesht u ri pranë dhe i këshilloj ose bashkëbisedoj që ata ta provojnë vetë jetën dhe ato gjëra që bëjnë gabime, sado që janë të vegjël, ti ken dhe unë të jem mbështetja atyre dhe ai vendi ku ata të gjejnë atë folen e ngrohtë që ta kenë si piknisje
jo ti kritikosh ose ti qortosh, po të vinë dhe aty të ngjejnë këshillin që u duhet. Cila është këshilla që u jep çdo ditë ose më së shumti? Ata janë pak të vegjël tani që unë ti them ato që mendoj, po është të shijojnë fëmijërinë. Kupton? Domethënë të marrin ngarkesën për moshën që kanë. Se ndonjëherë prindit përpiqen dhe japin ngarkesa më të mëdha se ç'duhet fëmijës, i bëjnë të vrapojnë me dinamika, por të shijojnë jetën. Do kenë kohë të punojnë, të sakrifikojnë, se jeta është e gjatë apo jo. Po. Tani unë do të bëj diçka, një pyetje. Po. Është përfolur për ndarja. Të ndari. Ndarja jote me ish bashkëshorten. Po ka kaluar shumë vite, është haruar tani. Mund na flasësh pak? Po që të them tani se nuk gjërat që janë aq të kanë kaluar shumë vite janë haruar, se ka kaluar 6 vjet. Po është marrëdhënie shumë e mirë për fëmijët edhe ne kemi respektin atyre viteve dhe bashkëpunojmë shumë mirë që fëmijët jenë sa më të qetë dhe sa më të shëndetshëm. Ana psikologjike, fizike dhe ne jemi gjithmonë aty. Dhe këtu kushtoj të gjithëve atyre që ndodhin situata të tilla që t'i lënë më janë egon, tekat, inatet dhe t'i japin atë kujdesin që kanë fëmijët. E shkon me vune siklet me këtë. Bravo, më pëlqen. Po fëmijëria jote si ka qenë? Po si ka qenë ku dale pak se kur po flisja për fëmijërinë se më mund para ca ditësh. Po ishim një emision që flisim. Fëmija ka qenë, siç ka qenë aty, ka qenë pak me sakrifica, nuk kam jetuar atë fëmijërinë siç doja, sepse gjithmonë sapo e thash, jepeshin punë më të mëdha se mosha që duhet patur. Dhe duke dhënë ngarkesa më të mëdha, e djeg fëmijërinë, kështu që nëse do t'i thosha diçka babait tim, të thosha që ky është gabimi që ke bërë, që ke dhënë më shumë ngarkesë se ç'duhet një fëmijë, po ashtu kanë qenë pak kohë atëherë, ka qenë stresi më i madh, ngarkesat psikofizike, jo tranzicioni, jo Shqipëria se ti je me re, ka qenë një periudhë vështirë ekonomike. Emigracioni. Cila ka qenë ëndra jote më e madhe dhe a e ke realizuar? Po ëndra nuk është se kam rendur pas ëndrave, po kam dashur që të krijoja diçka timen. Në të krijoja një punë që të kisha ato mundësitë e mia ekonomike që mos limitohesha në zgjedhjet që të bëja. Dhe mendoj se kam arritur në këtë pikë që jam, që çka kam dëshirë që të bëj, e bëj. Nuk limitohem. Por arrin një moshë që nuk të përmbush ajo pjesa ekonomike, po është pjesa shpirtërore, ndjesitë që t'japin. Je i përmbushur? Mendoj se po. Kam punuar për të gjë që ato mangësitë që kam ti gjete vetvetja, jo ti kërkoj te diku tjetër. Gjithmonë çdo gjë fillon nga vetja, jo gjithmonë kërkojmë zhgënjimet, dështimet, nuk ne ka asnjëri fajin, po gjithmonë vetja jonë është ajo që duhet ti para mendoj dhe ti çoj në akt që të zhvillohesh sa më mirë. Kështu që asnjëherë mos kërkojmë zhgënjimet e dikush tjetër. Mos e ti shkarkojmë. Si pjesa më e madhe kështu bën. Dua të di sa herë dashuron njeriu. Si mendon ti? Njeriu dashuron shumë herë mendoj, sepse është me faza jeta dhe dashuria ndryshon. Nuk është njësoj adoleshenca, se tani fillojnë ato pëlqimet e para 13-14 vjeç. Po është ndryshe ajo pëlqimet e para, është ndryshe 20-30, 30-40, 40, kështu që njeriu dashuron me faza ose gjë më e bukur është kur dashuron një njerëz dhe gjithë jetën. Por gjë më e bukur është kur zhvillohen të dy njësoj, sepse prandaj ndodhin dhe pastaj përplasjet dhe bursliqet. Se njëri zhvillohet më shumë, njëri zhvillohet më pak dhe aty fillojnë dhe nuk kuptohen por gjë më e bukur është ka më bukur të dashurosh një herë me njëri të zhvillohesh, të kesh histori, eksperjenca, zhvillim dhe ti kesh ato që kur të vesh aty drejt fundit ti ndash, ti kujtosh edhe kjo është dashuria e vërtetë. Ti je i dashuruar? Jo, unë jam shumë mirë tani me veten time dhe po përpiqem të dua veten time që të kem mundësi pastaj që të gjej atë dashurinë që duhet. Do të thonë je në kërkim të një dashurie? Nuk jam fare në kërkim. Nuk dua të kërkoj. Dua të ri rehat. Je rehat? Dua, po. Pse mendon si je rehat? Po më jam rehat sepse s'kam qenë asnjëherë vetëm edhe po voj këtë ndjesinë të qenurit vetë. Që ku kam qenë në moshë të vogël,
Kam filluar lidhje që 16 vjeç, pastaj kam një ofruar marrë fëmijëve, pastaj ndau dhe kam patur lidhje gjithmonë. Kurse është e parë që po ri kaq shumë kohë vetëm. Sa kohë? Po kam shumë, 8 muaj. Shumë paska. Po tani duhet të shërohet një plak që ka kaluar, edhe prandaj mund të quhesh për me veten. Do me thonë që kemi një plak të hapur. Jo, nuk ka asnjë plak, jam e bëj gjumin aq mirë edhe nuk kam probleme, bëj ato gjërat e mia me të qetë, dhe kur kam kohë të lirë lexoj një libër ose shkoj bëj një udhëtim, mbledh familjen, prindrit, të gjithë atë familjen e prindërve të mi, sepse ajo është familja e prindërve të mi dhe atë familjen time, motrën, vllajin, edhe shkojmë bëjmë një udhëtim tani. Edhe kjo është që të ndrosh i qetë që mos kesh njëri që të stresoj. Thej që lexojnë një libër. Çfarë librash lexon? Po i kam të ndryshëm, kam zhvillim personal, kam romane, nuk është histori, libra me histori më pëlqejnë shumë. I kam të ndryshëm, nuk është se të fokusohem. Edhe udhtoj shumë. Të pëlqejnë udhtimat? Po, udhtimet e fundit që kam bërë isha në Filipine. Të pëlqeu? Ishte një prallë që të bësh këto udhëtime, sepse nuk janë dhe shumë të shtrenjta, është më lirë se të vesh në jug, që ta dish, se mos më shtrenjtë është bileta që të koston, kurse kur shkon atje për shembull është €1 bira dhe ndjesh i pasur atje, ndjesh riç, se mund të bësh çfarë të duash, është shumë lirë. Dhe kam qenë në Maldive me fëmijët. Dhe pastaj isha te ferma. Sa kohë shpenzon me fëmijët? Gjithkohën që kam mundësi ta shpenzoj me ta, ta kaloj. Në çdo fundjavë, të shtunë, të diel, të premte, tani që jam pushim, çdo kohë të lirë që kam me ata e shpenzoj. Si është dita jote? Dita ime është zgjerë në mëngjes edhe kam atë rutinën që dua të ri me veten. Kafen duhet ta pi vetëm, sepse mendoj për ditën, si duhet të ecojë ditës. Se kur vjen njëri, njerëzit janë pak të ngarkuar dhe duan të shkarkojnë në mëngjes, kurse kur je vetëm e pi kafen me të qetë dhe mendon. Ose mund zgjojmë dhe shkojmë palestër, e diferencoj, ose shkojnë në mëngjes në palestër, ose shkojnë në darkë. Pastaj futem në punë orën 9, 9:30 dhe dal në orën 7:30 nga puna. Është një ditë pak e ngjeshur dhe pak ndoshta është monotone për disa, po jo, unë kam pasion në punën që bëj. Ti je fizioterapist? Po, jam fizioterapist dhe jemi një klinikë, jemi shumë fizioterapistë aty. Dhe është pak imperative sepse të do të fokusuar nga ana psikologjike dhe fizike. Se gjithmonë një pacienti duhet të kalosh nga mendja, duhet të fitosh besimin, pastaj të arrish të japësh atë kurën që duhet. Dhe darka është ose palestër, ose një shëtitje nga liqeni, ose po zakonisht është gjumë. Do me thënë një tip i qetë. Po përpiqem që të ruaj qetësinë, sepse po vrapoj me dinamika, nuk do fokusohesh dot te puna dhe të heqin këto. Dhe kjo kohë që për mua ka qenë për shembull emisione, ka qenë ferma, ka qenë shumë intervista, më kanë lodhur dhe më kanë hequr fokusin nga puna. Okej, tani dua të di cilat do jenë planet e tua në vijim. Çfarë planesh ke? Po plani im tani është kaloj një verë të qetë. Ku do ta kalosh verën? Këtu do shkoj në Turqi, për shembull, kam një shoqëri shumë të madhe dhe jemi rreth 30 veta, 35 veta që bëhemi. Kemi një komunitet shumë të madh shoqëri që ne kemi nitur fëmijë bashkë, dhe jemi disa familje. Dhe kemi prej 6-7 vjetësh që neve rritemi bashkë, zhvillohemi bashkë, ku është pjesë dhe Ermal Mamashi. Atë kemi kryetarin e grupit dhe gjithmonë udhtojmë, kalojmë kohën edhe do shkojmë në Turqi me ata, pas Turqisë pastaj do bëj një udhtim vetëm, do shkojmë në Mykonos dhe në Paros. Vetëm? Po jemi grup shoqëri, jemi 4-5 veta. Unë me djalin e hallës, një shoqe, një shok tjetër, jemi mix. Dhe thamë të shkojmë mirë se s'kemi qenë ndonjëherë në Mykonos, ta shikojmë pak të. Edhe planet e verës i morën vesh? Me kë do jesh, si do jesh, ku do ikësh? Po do na shikosh në Instagram në këto storit. Po në një format televiziv tjetër do të shikojmë? Po se di tani se kur futesh në këto formate të kap më herë ajo inati dhe unë ndoshta që futa kështu sot nesër pa menduar, po unë jap një këshill që ata që futen nuk do të futen asnjëherë në mes të lojës, sepse
ti fillesh mes lojës dhe nuk e merr seriozisht dhe janë formuar dinamikat, po kur ja ti e brenda ndryshon çdo gjë dhe do që të rëmben loja, të kapi nati, do që të ecësh dhe kur është formuar ajo është shumë e vështirë dhe çdo njeri do ta fillojë nga fillimi. Se di tani ndoshta mund të bëj një format tjetër, meqense kjo nuk më het si që futa në mes të shikoj një format që fillon nga fillimi. Çofim, po më mbush mendja. Po të mbush mendja se më qef nuk e ka. Po du ta marr seriozisht dhe duhet ta takoj mendjen që dua ta bëj. Atë do të shkosh për fitore. Unë gjithmonë në jetë çdo gjë që kam bërë jam përpjekur, kam shpirtin e garës që dua ta fitoj. Asnjëherë s'koj për të humbur. Dhe ti dhe mund të humbasësh ose po nëse ti je përpjekur me veten tënde dhe je me ndërgjegje të plot që kam bërë maksimumin, një fitore është. Sepse kësaj radhe për mua nuk ose si fitore ishte fitore emocionale, po nuk mora atë fitoren që more fitoren më të madhe që njohte vetëm. E be vetëm në disa dimensione. Do doja të kisha zgjatur pak më shumë, se kisha shumë gjëra për treguar. Ka të tjerë dhe uroj të shohim sa më shpejt. Si të duka, se duka se interesante apo jo, unë të thash. Ma bëj komplimentin, po. Jo, ta thash. Do kisha dashur që të vazhdoja më shumë. Po, do kisha dashur, por do doja që të shoh në një kompeticion tjetër, që në ditën e parë. Ai miku im po më thotë që duhet të bësh atë kompeticion, më thotë. Që mendon ti? Kismet të shohim. Gjithsesi, sukses do kesh. Po si ti ndonjëherë se po shkon ndonjëherë dhe bëtem atë mendje madhsin, siç vajti ish miku im i liri dhe ai ishte. Pse ish miku yt? Po s'është më miku im tani sepse nuk u soll mirë, nuk e tregoi atë. Me kë nuk u soll mirë? Po me ty. Po. Pse të shpatët? Po nuk ke pasur më kontakt me Ilirin? Jo, nuk do kem. Sepse njeriu tregon dhe vlera, tregon në një lloj tregon i sinqert. Ne jemi miq, këtu jemi loj, ti jo të kthehet të buzëqesh për qafon dhe këtë nga ana tjetër nuk i kam qejf këto gjëra, si kam bërë jetën time dhe siç nuk i bëj, nuk dua që të më bëjnë. Më pëlqen. Kjo është shumë e mirë. Tani për mbyllje të kësaj bisede, do doja një mesazh nga ana jote për të gjithë mbështetësit e tu që të kanë mbështet gjatë rrugtimit. I falenderoj shumë për ato mesazhet që më kanë dhënë, për ato përshëndetjet që më ndalojnë akoma në rrugë dhe më thonë që sa njeri mirë që je, sa baba i mirë që je dhe ju falenderoj pa mas. I don? Po kur dëgjoj ato fjalë vërtet prekem edhe them, ore, unë nuk kam bërë në një gjë, s'kam bërë në një shpikje aty. Edhe kur ti thon këto, bravo, shikoj tani time njësoj siç jam jetën e përditshme isha aty. Dhe kjo është ajo që më pëlqen që që nga njeri i mirë. Ke treguar vlera të mira pra. Po. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit Vibe. Faleminderit. Dhe shpresoj të shikojmë sa më lart dhe të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit edhe juve, shkëlqefshi. Pse nuk shkëlqejmë ne? Po sa më shumë se ai shkëlqimi mos të jetë si me motora, po të shkoj gjithmonë. Se kemi çik shkëlqim? Po kemi shumë. Kemi shkëlqim? Po të keni dhe më shumë. Po jo, mos ka ku shkon më shumë se verbojnë njerëzit pastaj. Jo, nëse i çon limite vetes është gabim. Gjithmonë duhet të mendosh për më shumë. Për më shumë, për më lart. Se njeriu ndonjëherë vendos një limit edhe ngelet aty. Gjithmonë do ta manifestosh dhe të kërkosh gjithmonë që ka gjithmonë më lart. Falenderoj. Faleminderit juve. I radhës është trajner boksi, i cili do të na flas pak për boksin dhe çdo vështirësi që has një boksier. Luis, përshëndetje dhe të falenderoj që pranove të jesh pjesë e Vibe. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Ti je trajner bokse? Dhe jo vetëm, edhe kickboxing dhe MMA. Jam i vetmi trajner në Shqipëri i certifikuar në të tre disiplinat luftarake. Sa mirë. Po. Cilat janë moshat që kërkojnë më shumë stërvitjen? Shiko, realisht janë moshat adoleshente, duke vazhduar ndoshta nga 13 deri në 17 janë ato që frekuentojnë më tepër, por ajo që unë rekomandoj është për moshat më të vogla akoma, duke nisur nga 4 vjeç e lart, janë adapt për ta bërë këtë sport dhe ja u këshilloj edhe gjithë prindërve që t'i angazhojnë fëmijët, pasi i disiplinon, i shtron, i bën shumë më të mirë, shumë më të mbarë. Është i mirë për shëndetin? Është jashtëzakonisht shumë i mirë. Eviton sëmundjet kardiovaskulare, të rregullon sjelljen, edukimin, je njeri shumë pozitiv, nuk ke agresivitet, ka vetëm benefite praktikisht. Edhe nuk është ajo që mund të mendojnë familjarët që do marri grushta fëmia, nuk merr grushta fëmia në palestër. Përveç personave që duan ta ndjekin si karrierë, të tjerët vetëm e bëjnë si sport për
për të pas një trup shëndetshëm dhe një mendje të shëndetshme. Sa rrezikshme është për personat që duan ta vazhdojnë si karrierë? Okej, good question. Rrezikshmëria për personat që duan ta ndjekin si karrierë është, pasi është një sport luftarak dhe je i rrezikuar nga momenti në moment nga dëmtime shumë serioze, din. Por cilat janë dëmtimet më serioze që mund të marrë një boksier? Boksier, shiko, dëmtimet në fakt lindin pasi lën sportin, le të themi, pasi trupi bie në qetësi, është mësuar me intensitet shumë të lartë gjithë jetën dhe bie në qetësi dhe fillon nuk reagojnë muskujt. Shpesh herë edhe nëse marrin goditje pas koke, që janë goditje ilegale realisht, por ka shumë që i përdorin në ndeshje për fat keq, din. Edhe është goxha i rrezikshëm. Në sporte luftarake boxing do ngelet sporti më i rrezikshëm në planet, pasi ka goditje të përqendruara në kokë dhe koka nuk është projektuar që të goditet, e din. Ti thej që të gjuash në kokë është veprim pas koke është ilegale. Në boxing, kickboxing, në gjitha combat sport. Çfarë është ilegal, më fal? Legale është përveç të goditurit, domethënë gjërat që janë jo legale janë të goditurit të gjenitalet, një dhe pas koke dy. Të tjerat janë gjitha të lejushme. Domethënë sipas rregullave, boxing mund të përdori dy duart, kickboxing mund të përdori duart, këmbët, edhe gjunjët sigurisht. MMA pastaj është mixed martial arts, që ka të gjitha sportet luftarake në një, që mund të përdorish, është freestyle, mund të përdorish çfarë duash ti, por të përbashkët kanë këto rregulla që nuk mund të gjuhet në gjenitale, nuk mund të gjuhet pas koke. Cila ai që boksier dëmtimi më i madh që ka marr? Paralizë. Mund të ngjelë. Ndodh që të paralizohet? Ka ndodhur realisht, por ka ndodhur në momente kur sportisti nuk është përmbajtur rregullave, din. Domethënë kur ka ego brenda ringut që do fitoj me do e mos për çfarë do lloj kushti, ka ndodhur dhe kemi parë jo shumë shpesh, të jemi të sinqert, por ka ndodhur që kanë dëmtime serioze. Çfarë bëhet me këto boksierat që nuk i përmbajnë rregullave? Penalizohen apo çfarë? Tani në varësi që të dëmtimit që jep edhe kundërshtari sigurisht, por mund të penalizohen për jetë edhe nga sporti, mund të ishet licenca. Edhe unë jam pro që të bëhet kjo gjëja, se tani ke marrë parasysh që do luftosh për mbajtur rregullave të atyre, ose më mirë bëje për çef edhe kaq. Në momentin që vendos të luaj brenda rregullave, nuk ka asnjë lloj rreziku, asnjëri nga boksierët kundërshtar. Është rreziku gjithsesi. Sigurisht është rreziku, por që nuk është se dikush futet në ndeshje pa u përgatitur. Ka kaluar në faza para përgatitore, ndeshje para përgatitore. Sparring është tip ndeshje që bën partnerët në palestër gjatë gjithë kohës, që trajnojnë njëri tjetrin, e ndihmojnë njëri tjetrin për të qenë më i aftë në ring. Por rreziku është gjithmonë aty, pasi është sport luftarak, e din, nuk është me gjithë respektin për gjitha sportet e tjera, çdo sport është shumë fantastik, po kjo është luftë. Praktikisht është një sport luftarak që ti je i rrezikuar, por secili e merr parasysh atë gjën. Nuk po flasim për fëmijët, ka dhe fëmijë që bëjnë ndeshje, ato janë shumë të kontrolluar nga arbitri, nuk i lejon që të vriten, nuk i lejon dëmtohen, e ndalon ndeshjen sapo shef që njëri është më dominant, e di. Ka më shumë vajza apo djem? Boxing, pjesëmarrja është më tepër te djemt. Kickboxing po fillon të zhvillohet në masë nga femrat, nga gocat në përgjithësi, dhe më bëhet shumë qefi, pasi mendoj që për gocat është më e nevojshme si sport. Pasi janë qëndje më emocionale, edhe ka nevojë të shkarkojnë energjitë negative, jo vetëm negative, energjitë në përgjithësi, din, edhe të ndihmon të mësosh të vetë mbrohesh, pse jo, uroj që mos ketë kurrë asnjëri probleme, por e rëndësishme është të dië njeriu të vetë mbrohet, veçanërisht gocat, sidomos. Çfarë sugjeron më shumë? Domethënë, për gocat unë sugjeroj kickboxing realisht. Po për djemt. Për çunat varet. Domethënë shikoj pak edhe se si është estetikisht, në sensin që nëse është me fizik, po më fal. Nëse është, le të themi, një trup mesatarisht i gjatë, 1.90, 1.85, mundon ta anoj nga kickboxing, sepse ka prioritet sa më i gjatë ti është aq më. Ato do të thoya, çfarë prioritetës duhet ketë një individ, mashkull apo femër, për t'ju futur kësaj rruge? Për ta ndjekur si karrierë është diçka që karakteri është numër 1. Duhet të karakter të fortë. Do një karakter shumë të fortë, jo të fortë, pasi ti do marrësh goditje dhe nuk është e rëndësishme se sa shumë do gjuash ti, është e rëndësishme sa do mbash. Sepse kur të futesh në ndeshje nuk shpëton dot pa marrë goditje realisht. Kështu që është më tepër luftë karakteri aty brenda se sa luftë. Kështu nga jashtë duket luftë fizike, por it's not. Nuk është thjesht luftë fizike, është luftë mentale, është luftë karakteri. Çfarë qëllimi kanë kur vinë për stërvitje? Okay, good question. Dëgjoj, shumica në fakt së fundmi kanë kuptuar që ky sport të transformon, veçanërisht fizikisht. Edhe personat që duan të humbin peshë në një kohë rekord i zgjedhin si sporte këto. Domethënë është një ndër problematikat është humbja peshës,
është shumë sport antistres, se i shkarkon gjitha nervat aty, domethënë kush ka ngarkesën punë, kush bën punë nëpër zyrë, kush është në kontakt me shumë njerëz që ngarkohet, e ka të nevojshëm që të shkarkojë. Ose edhe ato që rinë gjithë ditën në shtëpi, s'bëjnë asgjë. Ato ngarkohen dhe më shumë. Ato ngarkohen më tepër në fakt realisht. Po. Domethënë nuk është se ka objektiva të ndryshëm. Nuk është se ndjekën këtë trendin, sidomos meshkujt, boksierë kanë këtë që janë më të vegjël besoj. Shiko, e kanë, nuk është gjë e keqe realisht. Unë nuk mendoj se është gjë e keqe sepse ajo i ndërton një boost confidence, do të ja rrit shumë konfidencën është ndryshe një fëmijë që bën boks, është ndryshe një fëmijë që bën futboll, le të themi, with all due respect me futbolli dhe gjithë sportet tjera. Por ai që bën boks edhe shkollë, edhe shokët në shkollë nuk është se ngacmojnë, edhe në lagje nuk ngacmon njerëse. E din që mund të është i rrezikuar nga momenti në moment. Kështu që e eviton bullizimin ndoshta pa pas nevojë për ta përdorur si sport. A të kanë ardhur ndonjëherë prindër që e dinë se fëmia tyre nuk ka një karakter të fortë, ka predispozicitë për të bullizuar, të vinë vetëm të sillin fëmin që ai të ditë të vetë mbrohet. Shpesh. Edhe cilat janë moshat? Shpesh dhe jo më larg se sot. Moshat më të 6 deri në 9-10 vjeç sepse nga këtu fillon ai drejtimi që fëmia merr atë tamam karakterin e tij. Ndodh shpesh, por që gabimi kryesor lind nga më vjen shumë keq që e them, po lind nga prindrit vet, pasi vjen që unë që ta disiplinoj, jo vetëm mua, por është problematike gjithë trajnerave bashkë, e kemi gjithë njëjtën problematik. Vjen që unë të disiplinoj fëmin, por e shikoj që fëmin 8 vjeç akoma i vesh atletët vet prindi, nuk është nuk e kam të vështirë ta unë e disiplinoj dhe ti e prish atë disiplinë. Kështu që është një bashkëveprim i imi bashkë me prindin që fëmin ta sillim sa më të shëndetshëm, sa më konfident, sa më të fortë, sa më të dëgjueshëm. Do të thënë është i miksi të dyjave, se nëse unë reagoj keq edhe prindi më mëson mirë, nuk do bëje përpara fëmia apo ana sjellta, se din. Sa mund të bisedosh me një prind në momentin e parë që vjen fëmia, që të keni këtë lloj bashkëpunimi? Shiko, është e pamundur që të ndryshosh mentalitetin e prindit. E pamundur, nuk është asgjë e pamundur realisht, por që do një punë kolosale. Edhe do të thënë atë investimin që unë të bëj te prindi, unë mundohem me bëj shumë te fëmia, që në sensin që next time kur prindi të shkojë që të veshë atletën fëmijës, fëmia stopon vet, lërë se këtë mund ta bëj vet. Do të thënë ai është objektivi im që të shtroj fëmijën realisht, sepse duke shtruar fëmijën e merr mësimin dhe prindi automatikisht, e di. A ka akoma nga ato prindër që paragjykojnë prindrit e tjerë sepse e çojnë fëmijën në boks, duke qenë se është një moshë e vogël? Ka, realisht është një koncept që jo më larg se dje më ndodhi diçka ngjashme të cilën fëmia donte që të bënte boxing, donte ta testonte dhe prindi nuk ishte dakord se i duket sport i dhunshëm. Më mirë do e kalojnë taekwondo, që është një sport paralel luftarak shumë i mirë. Çdo sport luftarak është shumë i mirë. Taekwondo është sport që luftojnë vetëm me këmbët praktikisht. Kanë rregullat e tyre që nuk janë brendësi shumë, se nuk është diçka me të cilën merren. Po është krijuar ideja që po bëri boks është agresiv, bëhet fëmijë agresiv, do t'i gjuajnë. Nuk ekzistojnë këto prindër, për që ta kuptoni. Futeni fëmijën në sport edhe do kuptoni në sport luftarak nuk kuptoj. Do shikoni një fëmijë komplet të transformuar për 3 muajt e ardhshëm. Do jetë një fëmijë shumë më i qetë, shumë më i mbar, jo agresiv. Në fakt është ky mentaliteti shqiptar, se nëse futet në boks është agresiv. Është përkundrazi. Nuk e kuptojnë që është përkundrazi. Tani unë çaj këshilloj një prindi, sidomos një prindi të ri, po flasim ndoshta nga mosha 30 deri në moshën 45-50, unë ja këshilloj që ta bëje bashkë me fëmijën. E din se pasi realisht prindi është heroi i fëmijës tij. Domethënë nuk mund të jemë unë si trajner heroi një fëmie që jemi njohur për pak kohë. Kështu që duke e bërë bashkë me fëmijën tat i jep një shembull shumë të mirë fëmijës, e din. Dohet të di si arrini ti disiplinoni fëmijët ose adoleshentët që aftësinë dhe forcën që e marrin aty ti mos i zbatojnë në rast të konfliktesh me bashkëmoshatarët. Okej, në fakt kjo është një ndër gjërat më delikate të trajnerëve në përgjithësi. Jo vetëm imi, se që të kuptojmë nuk është se po flas vetëm për vete si Luis, po për trajnerët e tjerë. Unë kam hapur një palestër së fundmi këtu te Square Senishi, edhe praktikisht jemi diku te 3-4 trajnerë të ndryshëm, të disiplinave të ndryshme, edhe kemi gjithë njëjtin problematik te kjo pjesë. Te pjesa disiplinës është problematike, pasi çdo fëmijë është i ndryshëm. Dikush është më hiperaktiv, dikush është më i ndrojtur, dikush do vetëm të vrapojë, dikush do vetëm të flasë. Domethënë, ka karakteristika të ndryshme dhe aty duket aftësia një trajneri sa dhe si e arrin ta ndërtojë sistemin që të jetë edukues për gjithë, pavarësisht se si është karakteri i fëmijës. Ka ndonjë rast ku një fëmijë ka bërë një ndryshim drastik pas boksit, stërvitjes që ka bërë? Të gjithë.
janë pa përjashtim të gjithë. Ata prindër të cilët i çojnë në sporte luftarake e kuptojnë këtë që po them unë, fëmia atyre është komplet një fëmijë tjetër pasi bën sport luftarak. Doja të di se sa ndikon në anën psikologjike dhe sa efekt çlirues ka filloj sporti. Realisht për moshat nuk e përcaktoj dot eksakt me moshë, por nga 18 plus unë e këshilloj veçanërisht për këtë, pasi gjithë kanë ngarkesat e tyre, stres nga mësimet, nga shkolla, nga marrëdhënia, familja, ekonomia, janë shumë gjëra të cilat e ngarkojnë një njerëz dhe kjo është një mënyrë shumë perfekte për ta shkarkuar atë, sepse i shkarkon, do të thënë duket pak e çuditshme, por duke gjuajtur ti i shkarkon, i çliron ato energjitë negative. Dhe jo duke gjuajtur te njerëzit, që të kuptojmë, duke gjuajtur te thesi, me partners. Do të thënë ka sistem të tillë që e bën njeriu të shkarkojë gjitha nervat dhe shkencërisht e ul agresiviteti me 45% tek njeriu. Do të thënë dikush që është shumë agresiv, ja super këshilloj pasi do qetësohet, do relaksohet edhe do ndihmon. Ti fillimisht vet me çfarë je marr para se të bëhesh trajner? Karrierën me kickboxing, pastaj kam ndryshuar gjitha disiplinat me radhë. Sigurisht jam shumë mirënjohës edhe trajneri tim që më ka fut në këtë linjë, pasi për mua ishte gjë shumë, nuk e kisha ngjuar ndonjëherë, thjesht kisha ngjuar boks o larg se vritesh o të rrafin atje, o do rraf në njëri. Edhe realisht futesh edhe me atë idenë që të bëhemi fort se mund të rraf njerëzit, e kupton, po pasi bën 2 muaj, 3 muaj e kupton që është komplet sport paqe, është komplet sport dashurie, nuk është zgjidhje fare dhuna, që ta kuptojnë gjithë. Domethënë duke mësuar të luftosh, duke mësuar që të mbrosh veten më saktë, nuk e përdor kurrë realisht. Domethënë është tjetër normal që mund të ketë një situatë shumë veçantë që nuk ke mënyrë fare se si të reagosh ndryshe përveç se të përdorësh dhunën, po nëse do e përdorësh do triumfosh. Ta këshilloj. Tani një përmbyllje të bisedës, do doja një këshill dhe një mesazh për të gjithë ato që duan të ndjekin këtë rrugtim. Okej, super. Ja u këshilloj të gjithë prindërve që t'i angazhojnë fëmijët në sporte luftarake dhe nuk ju them që t'i sillni tek mua si trajner, po ka në Tiranë për fat të mirë janë hapur shumë palestra për sporte luftarake, kështu që ja u këshilloj fuqimisht që ti angazhoni me sporte luftarake, ja u këshilloj të gjitha gocave që mund të kenë strese apo mund të jenë të dhënuara psikologjikisht apo fizikisht ta bëjnë si sport, pasi ja u ndërton prap konfidencën, ja u rekomandoj po ashtu dhe meshkujve që janë të dhënuar, se ka shumë meshkuj që janë dhënuar psikologjikisht apo fizikisht. Ja u këshilloj ta bëjnë pasi do i transformojë si sport, do i ndihmojë jashtëmase shumë nga ana mentale sidomos. Edhe po ashtu dhe ata prindër, ata mosha 40, 50, 60 vjeç, nuk është të thënë mosha bëj aktivitet, edhe nuk është të thënë bëj apo që du boksin unë se jam 50 vjeç. No, bëje se është antistres për ty. Reflekton te familja jote, reflekton te shoqëria, je më i qetë. Edhe kur bën atë lojën e dominante lagja je më i qetë, nuk rrit të bërtitë. Kështu që ja këshilloj gjenderiu që të paktën provojeni. Nuk them që ta ndjekin, se s'është për gjithë, po të paktën secili duhet ta provojë si sport. Falenderoj shumë. Faleminderit juve për ftesën. Jam shumë e lumtur që i ftuari i radhës është një djalë vetëm 15 vjeç, i cili ka një ëndër të madhe të bëhet kampion bote. Mariel, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që erdha. Ju falenderoj edhe unë ju. Si lindi dashuria jote për boksi dhe kush të shtyu të futesh në ring? Dashuria lindi kur isha i vogël, zihesha shumë ke shkolla, bësha sherrë kështu. Edhe thash të futem mirë në sport që të bëhem sa më i fortë, që t'i rraf prava këtë. Edhe u futa në sport, mendosha që do i rraf, do bëhem kështu, sherrëgji. U futa në boks, e mora shumë me qef, mu i parë, mu i dytë, mu i tretë. Boksi është një jetë, patën nuk jetoj dot. Të pëlqen shumë boksi? Po boksi është ëndra ime. Ku do të arrish me boksin? Të arrit të bëhem kampion bote. Do të bëhesh? Nëse ti e pëlqen vërtet, nëse ti ke vullnet dhe nëse ti nuk jeton dot pa të, patjetër që do të bëhesh. Edhe unë të uroj shumë sukses. Faleminderit. Dua të di cila ka qenë sakrifica më e madhe që ke bërë deri tani për boksin. Sakrifica më e madhe kam bërë shumë gjëra, jam servit në kohët më të këqija të familjes time. Jam servit. Kam lënë edhe shkollën në disa raste. E kisha shumë qef servitje. A ka qenë familja jote dakord për zgjedhjen që ke bërë? Babi po, vëllezërit po, kurse mami jo. Mami thotë, "Çfarë është sport? Jo, është sport i dhunshëm." Ndërkohë që mamaja nuk e kupton se ai është. Nuk e kupton, e shef vetëm kur shkojnë në shtëpi, nuk e shef çfarë bëjnë në palestër ose çfarë është sporti për ne.
Sa orë rinë në palestër? Palestër bëj 1 orë mëngjes, 1 orë në darkë. Pastaj bëj edhe vrap. A ke pasur ndonjë moment kur ke menduar ta lësh boksin? Jo, s'ka pas. Asnjëherë s'kam menduar që ta lë. Ëndra nuk lihet. Bravo. Dhe të gjithë bashkëmoshatarët e Marielit që kanë ëndra, të mos i lejnë ëndrat, ashtu siç thot Marieli, sepse do të arrin. Po. Sa vite ke që merresh me boks? Kam 1 vit. 1 vit. Po. Sa rol luan psikologjia në boks krahasuar me forcën fizike? Nuk është gjë forca fizike, do të punosh me tru. Nuk do të përdorësh, nuk është çdo gjë grushti. Vetëm gjushi jam, do të punosh me tru. Si e menaxhon frikën apo ankthin para një ndeshje? Them do fitoj edhe do dal jashtë me fitore. Ke fituar? Po. Je më i miri nga të gjithë aty kur bëjmë boks? Një nga më të mirët. Një nga më të Kështu më mirët. thot profesori. Me kë bën ndeshjet, me ato që janë të mirë? Po më të mirë. Po shokët që nuk janë të mirë i ndihmon? Po e ndihmoj shumë. Si i ndihmon? Ju them mos e leni boksin, do bëheni dikush i punoni fort, sidomos kur mungojnë, ju them mos mungoni, hajde në servitje, sepse një ditë është si me lënë një javë boksin. Po mungove një ditë është si ta lësh një javë. Sa afër e ndjen veten me titullin kampion bote? E ndjek e 98%. Sa bukur. Nëse nesër vjen mundësia për titullin botëror, a ndihesh 100% gati? Nga puna që kam bërë me trajnerin tim Luisin, jam gati. Është dhe merita jote, jo vetëm e Luisit. Mos t'ishte ai, zë isha. Por e herë me që jemi të boksi, pasi vazhdove të ushtrosh boks, ke rraf në shok më? Jo, mujnë e parë po, mujnë e parë. Kërse mujnë e dytë vazhdova disiplinë, edhe i shmangsha sherret. Nuk bën sherre. Jo, nuk bëj. Të kanë më shumë frikë tani që ke nis boksin? Po. Tani nuk bjekosh në qafë. Ashtu a? Dhe kjo do të thotë që është ashtu siç tha trajneri, është shumë e mirë për vetbesimin. Po, vetbesimi është. Për karakterin. Po. Çfarë i premton vetes nëse bëhesh kampion bote? I premtoj që puna parë është ndihmoj familjen time, profesorin tim, gjithë njerëzit. Kjo. Në momentin që do fitosh brezin, kujt do të ja dedikosh? Ja dedikoj vetes time, familjes time, profesorit tim dhe gjithë shqiptarëve. Çfarë do të thuash të gjithë atyre që nuk besuan te ti? Do shihemi me kohën. Të shihemi me kohën? Po. Më i fortë se kur? Normal. Janë bërë shokët xheloz? Disa po, disa jo. Po tani me gocat si ka hallet tani që je boksier tani? Mirë. Mirë, Po, nuk fokusohemi shumë ke gozat, fokusohemi më shumë ke servitja, kemi kohë për gozat. Po ti je në kulmin e moshës. Po kemi kohë tash jo. Të vinë më shumë tani nga pas gocat që je për boksier. Besoj që po. Jo beson, por po. A je gati të vdesësh në ring për ëndrrën tënde? Po. Është një pyetje shumë, por unë me këtë pyetje duhet të kuptoj se sa e dëshiron vërtet ti boksin. Pa e menduar fare. Kampion bote apo legjend, çfarë zgjedh? Nuk i ndaj asnjërin. Janë të dyja të njëjta Po. aty. Mendon se po ti je kampion bote, je dhe legjend. Normal. Tani një mesazh për të gjithë bashkëmoshatarët tuaj. Ju që rrini në përcepa pallati, për shembull, që rrini të biti gare, vazhdoni një sport, jo vetëm boxing, kickbox, MMA, futboll, ka shumë lloj sportesh, vazhdoni, mos u merrni me sherrre. Bëuni diçka. Në jetë. Po. Mund ndihmoni familjen, mos e mërzisni. Të gjithë, besoj se të gjithë nëna do të doni një djalë si ti, je djalë i mrekullueshëm. Dhe të uroj shumë sukses dhe shpresoj të na bësh krenar një ditë se do ja dedikoj fitoren edhe Shqipërisë. Normal. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Tani do të jemi në një lidhje direkte me një ish voleybolliste dhe instruktore pilatesi. Besoj se kohët e fundit të gjithë gocat duan të dinë më shumë rreth pilatesit dhe ta ushtrojnë atë. Për këtë do të flasim me instruktore Iliriana Idrizaj. Iliriana, si nisi rrugtimi juaj në pilates dhe çfarë ju tërhoqit te kjo disiplinë? Unë fakt jam ish sportiste, jam ish voleybolliste e vllaznisë. Kam punu
goxha me sportin, u bëm vite, më pas zbulova pasionin tim për vrapin dhe për garat triathlon, notin edhe biçikletën. Jam edhe familje sportistash, vllajin e kam atlet profesionist, motra ishte atlete, kështu që sportin e kam pas në gjak që në kryet herës. Por me pilatesin specifikisht jam njohur ka më shumë se 2 vite tashmë. Dhe që në momentin e parë që e kam provu, kam thënë ku kam qenë më përpara, është një disiplinë që kam gjetë veten. Për publikun që ndoshta nuk e njeh mirë, çfarë është saktësisht pilates? Pilates është një mënyrë stërvitore, një lloj stërvitje që ne e quajmë me impakt të ulët, pra me peshën e trupit, e cila në specifik ka muskujt më të thellë të trupit dhe e çon mobilitetin, fleksibilitetin dhe fuqinë që ke me trupin tënd në një nivel tjetër. Pse pilates po bëhet kaq popullor viteve të fundit? Ka vite, ka rreth 5 vjet minimumi dhe më shumë në botë që është bërë shumë trending, është bërë top 3, por në Shqipëri është zbuluar rreth 1 vit të gjysmë 2 vitet e fundit dhe është bërë trending sepse çdo njeri, çdo lloj grup moshe, duke nisur nga mosha e hershme deri në 60+, e gjen veten në pilates, sepse nuk kërkon një forcë shumë të madhe angazhuese në stërvitje, por sepse dhe mund t'i përshtatet shumë niveleve, pra ka nivel beginner, ka nivel intermediate ose advanced. Prandaj edhe njerëzit njihen mirë dhe ndihen të përfshirë. Në fakt doja të di se çfarë ndryshimi ka mes pilates dhe ushtrimeve klasike të palestras. Palestra më shumë fokusohet tek veglat, tek ushtrimet e forcës, ajo që quhet strength training tek peshat. Pilatesi është një lloj stërvitje që ti mund ta bësh kudo. Mjafton të kesh një tapet dhe vullnetin për televizor dhe mund ta bësh. Pra nuk kërkon specifikisht vegla tjera kontemplare, të cilat duhet t'i kesh në palestër. Është të thash, një stërvitje me impakt të ulët, e cila në bazë ka forcimin e muskujve të thellë dhe lëvizshmërinë e çdo nyje dhe çdo pjesë të trupit. Kush e frekuenton më shumë pilates, femrat apo meshkujt? Është një industri e cila karakterizohet nga gocat, nga gratë dhe e ka marrë atë si ta themi ekskluzivitetin, por në fakt si ka nisur fiks me meshkujt, me djemt, me Josef Pilatesit, nga ku ka marrë dhe emrin, në luftën e dytë botërore me ushtarët gjerman, kështu që nuk duhet të kenë asnjë kompleks djemt për ta provuar, së fundmi edhe futbollistat e kanë inkorporuar në regjimin e tyre stërvitor, kështu që për momentin gratë dhe vajzat, po në të ardhmen mund të jenë njësoj dhe djemt. A ka një moshë ideale për ta nisur? Ideale është sa më herët, mendoj unë. Domethënë që adoleshente, që ti ke një lloj vetëdijsimi për trupin tënd, ke ato ndryshimet e para fizike, bumet, unë mendoj që është momenti ideal për ta nisur dhe për të kuptuar disiplinën. Sa ndihmon pilates për problemet e posturës dhe dhimbjet e shpinës? Faleminderit që e bëre këtë pyetje. Është aja dhe mendoj që është disiplina më e përshtatshme për të rregulluar posturën dhe për çdo devijim apo anomali që ka dikush në shtyllën kurrizore, dhe sidomos kur e kap në fazat e hershme të saj, fragjile, është absolutisht disiplina që vetë fizioterapistat e këshillojnë dhe unë njoh fizioterapistat që sot po inkorporojnë pilatesin si pjesë e terapisë. Në fakt, stresi dhe ankthi është shtuar shumë kohëve të fundit dhe shumë njerëz ankohen. Sa ndikon pilates? Jo vetëm pilatesi, por çdo disiplinë stërvitore, çdo ushtrim fizik dhe sportiv, duke nisur me notin, me yogan, pilatesin, strength training dhe çdo gjë që kërkon angazhim të trupit, çdo studim shkencor
ka rezultuar që t'jetë i efektshëm edhe sidomos për trurin. Dhe në fakt industria wellness, që quhet industria mirëqenies trupore, 2 vitet e fundit është rritur me $1 bilion dhe kjo nuk është thjesht për rënje në peshë apo për mbajtjen e trupit në formë, por sidomos për impaktin që ka në shëndetin mendor dhe në atë formimin e komunitetit. Kështu që pilatesi absolutisht ka dhënë prova që ndikon shumë pozitivisht në mirëqenien e shëndetit mendor dhe uljen e stresit. Sa seanca duhen në javë për të parë rezultatin? Unë them minimalisht 3 seanca në javë, minimalisht. Rekomandohen Konsistenca është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Konsistenca është shumë e rëndësishme. Minimumi janë 3 seanca në javë. Në muaj duhet të jetë një muaj i plot. Unë mendoj që për 3-6 muaj fillon e shef ato hapsat e parë, mënyra si nihesh e lehtë. Duhet t'i japësh kohë edhe trupit edhe vetes, po konsistenca si në çdo gjë tjetër është shumë e rëndësishme. Cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë fillestarët? Vinë vetëm për foto. Gabimet e zakonshme të fillestarëve janë që e paragjykojnë, mendojnë që është stërvitje e lehtë dhe vinë me mendjen që po çoj pak këmbën, po sillen pak dhe kaq. Pra nënvlerësojnë dhe kanë tendencën të shohin rezultate shumë shpejt, nuk japin kohë vetes. Trupi a mund të transformohet vetëm me pilates? Për të qenë sinqert, shef ndryshime, por jo vetëm me pilates, sepse për masën e gjerë, unë nuk praktikoj një pilates advanced të avancuar, pra që ti shef ndryshime shumë shpejt, por praktikoj një pilates fillestare ose mesatare, e cila në fakt mendoj që duhet të miksohet, të gërshetohet me lëvizje, me ato plotësimin e hapave, apo me çdo lloj stërvitje tjetër për të parë rezultate fizike, vizuale. Sa e rëndësishme është ushqimi krahas stërvitjes? Dieta ushqimore, regjimi ushqimor është aja, jo vetëm për pilatesin, po për çdo lloj stërvitje dhe regjimi stërvitor që ne vendosim të hyjmë, sepse aq punë sa ti bën me një seancë stërvitore, aq kollaj mund ta prishësh me një regjim ushqimor jo të qëndrueshëm dhe jo të shëndetshëm. Kështu që unë normalisht po them ndonjë gjë tre, regjimi ushqimor është shumë i rëndësishëm për mos ta prish punën që ti bën në stërvitje. Doja të dija, keni pasur ndonjë klient që ju ka emocionuar me transformimin e tij? Kam pas klient ndoshta jo shumë emocionim me transformimin trupor, por më ka emocionu shumë raste ai vullneti i personave që kanë pas probleme traumatike me shëndetin dhe që nuk kanë zgjedhur të heqin dorë, por kanë zgjedhur të vazhdojnë fort, dhe ajo forcë më emocionon çdo herë njësoj në klasë. Cili është sekreti për të ruajtur disiplinën dhe motivimin? Sekreti për të qenë motivuar është ta shih veten, ta vizualizosh veten me qëllimin që ti i ke vu vetes, dhe thjesht mendosh që ndihesh shumë herë më mirë kur e mbaron se sa kur e fillon. Doja të di se çfarë mesazhi do t'u jepje gjithë njerëzve që thonë do ta filloj të hënën. Njerëzve që vendosin të hënën, mendoj që e hëna është atëherë kur ti e vendos që është e hënë, kështu që thjesht i japin vetes dhe të kalojnë atë pengesën mendore që gjithë secili prej nesh i vendos vetes. Gjithçka fillon me pengesat që ne i vendosim, me kufizimet që i vendosim vetes. Për sa kohë ti nuk kufizohesh, ke fitu. Dhe për ta mbyllur këtë, doja të di nëse përkufizonit pilatesin me një fjalë, cila do ishte? Mënyrë jetese. Të falenderoj shumë dhe ishte kënaqësi që të kishim në studio. Kënaqësi dhe për mua. Tani erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të jemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim.